Është një ditë me mambo bambo, çdo gjë mund të ndodh. Sepse dita me mambo bambo nuk është ditë e zakonshme. Bashkove me mambo bambo, ngriz dhe qiko, ku mulliri e ikën e rotullon. Çdo ditë kalohet me shumë të qeshura, ku ata të tre ja kalojnë bukur. Është një ditë me mambo bambo, ku çdo gjë mund të ndodh. Në momentin ku mambo bambo ishte komplet i vetëm, aty dukej diçka që po e vëzhgonte atë. Hey! Dhe për më tepër, duke që ishte dikush që ai e njihte. Përshëndetje mambo bambo, çfarë je duke bërë? Sa po zbulova që ishte një hipopotam që jetonte në ujë dhe dukej pikërisht si unë që po jetonte në ujë. Dhe shiko, është një pul gjithashtu. Ai është reflektimi im dhe i yti mambo bambo. Dhe pula? Jam unë. Është fiks si reflektimi që kishim në televizor. Ti ke qenë në televizion? Sigurisht, dhe mos harroj që unë jam një pul shumë e veçantë. Dhe unë dua të jem në televizion gjithashtu. E po atëherë, duhet të jesh në gjendje të bësh diçka të veçantë. Por unë mundem. Çfarë? E po atëherë, do ta shohësh në televizor. Lart në Papafingo, mambo bambo po kërkonte kudo për të bërë gati gjërat që i nevojiteshin për të dalë në televizor, por nuk po gjente asnjë gjë. Por në vend të kësaj, mambo bambo gjeti një kuti të madhe prej kartoni që do të ta kthente në një set televizionit të shkëlqyer, dhe brenda saj ishte një tostier që Chico mendonte që i gjasonte fiks një kamere. Ishte gjë e mirë që Chico dinte se si duhet të ishin gjërat. Por ishte një gjë që e befasoi mambo bambon. Përse po i nxjerr të gjitha biskotat? Chico duhet të siguronte mambo bambon që kishte një arsye të mirë për këtë, të cilën do ta zbulonte më vonë. Dhe për pak, çdo gjë ishte thuajse gati. Ti dëgjohesh këtu me zë të lartë e të qartë. Në rregull, atëherë ndis televizorin. Por unë jam kameramania. Atëherë kush do të më shikoj mua? Publiku, sigurisht. Publiku? Unë nuk mund të bëj numrin tim, apo jo? Unë kam frikë se jo, mambo bambo. Të paktën jo pa një publik. Në atë çast, Greens futet nga dera dhe problemi u zgjidh komplet. Përshëndetje, Greens! Biskota! Ura! Hey! Biskotat janë për audiencë, Greens. A mendon se me të vërtet mund të ulesh aty dhe të ndjekësh programin? Por me një publik që ka një person me një tas plot me biskota, kush do t'i thoshte jo ndërkohë që rrinte ulur? Dhe ndërkohë që Chico bënte gati kamerën, mambo bambo po bënte gati performancën e tij të parë dhe televizive më të përsosur. Aha! Greens, duhet të ndesësh televizorin. Në rregull. Zonja dhe zotërinj, Fantastiku jon prezanton me krenari një shfaqje që asnjë hipopotam nuk e ka provuar më parë. Madhështori, kërcimtari, Angel, 1, 2 dhe 3. Ha? Asnjëri nuk e kishte parë ndonjëherë atë hedhje. Wow! Kur biskotat mbaruan, Greens dhe pula Chicos dolën të punonin në televizion dhe aq shumë argëtuan të gjithë saqë harruan plotësisht kohën. Papritur, mambo bambo kuptoi që ishte shumë vonë. Shikoni! Zonja dhe zotërinj, Bretkosa dhe pula, ja ku është hëna! Wow! Nuk kam parë kur diçka të tillë. Hey! Hëna dhe ylli i televizionit po fillojnë gjithashtu.
E dini si më duket mua? Si një biskote madhe gjigande. Është një ditë me mambo bambo, ku çdo gjë mund të ndodh. Sepse dita me mambo bambo nuk është ditë e zakonshme. Bashkove me mambo bambo, ngriz dhe qiko, ku lirë e likën e rotullon. Çdo ditë kalohet me shumë të qeshura, ku ata të tre ja kalojnë bukur. Është një ditë me mambo bambo, ku çdo gjë mund të ndodh. Ishte dita e parë më e ftohtë e vitit. Mambo Bambo dhe Chicos ishin për qefin e tyre brenda shtëpisë të ngrohtë ndërsa shikonin vendin e ngrirë nga i ftohti. Shiko Chicos, çdo gjë duket e njëjtë por pak ndryshe. Sepse është një mot i ftohtë. Kur është ftohtë, çdo gjë ngrin dhe kthehet paksa në të bardhë. Shiko Mambo Bambo, ka lule dëbore. Ku janë? Nuk shoh asnjë lule atje. Ja, atje, mu para teje. Ku? E gjitha se çfarë shoh janë lodrat e rërës që ndodhen brenda gardit. Ja, shiko. Te gritarja janë shumë lule për i dëbore. Wow, janë të bukura dhe kanë ngelur në dritare. Ato janë lule për i dëbore dhe të sjell fat të mirë. Ndoshta ne jemi me fat sepse jemi brenda. Mund të ishim jashtë duke ngrirë së ftohtë gjithashtu apo jo? Shoku i Mambo Bambos grin sa po zbuloi diçka në këtë mod kaq të ftohtë që është sot. Wow! Juhuhui! Juhuhu! Dua t'i them Mambo Bambos për këtë unë. Shikoje pak, unë kam lulet e mia ku nuk ka nevojë as për ujë. E po, faktikisht, ato janë bërë prej ujë, Mambo Bambo. A do rriten ato gjithashtu? Jo, ato shkrihen dhe zhduke pasi fillon ngroja. E Ani, nxitoni, kam gjetur rëshqiten më të përsosur në akull. E përsosur Greens. Futu brenda borës Mambo Bambo, duket sikur po futesh brenda drithrave. Ë? Shiko, uji brenda kovës është ngrirë gjithashtu. Është një slit prej akulli. Eja Greens, më lejo të të shtyj. Juhu! Ura! Jupi! Ura! Ha! Uhu! Wow, është e përsosur. Ngrisa ka bërë një slit të bukur. Është sepse uji ngrin. Dhe merr formën aty ku ngrin. Hey, më erdhi diçka në mendje. Po sikur të bëjmë figura akulli me forma? Atë po mendoja dhe unë. Eja pra Greens, nuk kemi kohë për të humbur. Shiko Greens, ne mund të bëjmë tren prej akulli, kafsha akulli, zemër akulli, makina prej akulli, peshk të akull. Peshk akulli. Ka diçka që nuk shkon Greens? Peshku, më vjen keq për peshkun. Por është vetëm një peshk i akullt. Jo, e kam fjalën për peshku në lum. Nëse ujin ngrin, ata nuk mund të marrin dot ajër këtu lart. Çfarë thua? O jo, ne duhet t'i shpëtojmë ata. Por përpara se Chicos të kishte mundësinë t'i thoshte atyre që peshqit nuk ka nevojë për ajër, ata nxituan për në misionin e shpëtimit. Nëse ne hapim një vrim të madhe, ata mund të shohin dhe të marrin frym. Mambo Bambo, Greens, peshqit janë për bukuria aty poshtë. Por gjithsesi, mendoj se do ju nevojitet kjo. Chicos, ti je një gjeni. Tani ne mund ta heqim akullin në një pjesë më të madhe.
Shpresoj të mos jetë vonë. Green, thë thuaj se të thoja shata tashmë. Shumë vonë! Oh jo, ne duhet të kishim ardhur më parë. Tani dëgjoj këtu, Mambo Bambo. Peshqit janë për bukuria aty poshtë. Dhe mendoj se janë aq të lumtur sa që mund të hire lart. Shikojeni! E shikoni dhe ju atë? Falë zotit, peshqit janë shumë mirë. E po besoj se ju a thash një herë këtë. Ti kishe të drejtë. Tani përsa të mos shkojmë për tek mulliri? Ha? Mund të them që duket si një trujeze vogël. Kam një ide të mirë. Le të bëjmë ekspozitën e figurave prej akulli. Ide e shkëlqyer, Mambo Bambo. Më ndiqni mua për te galeria e akullit. Galeria e akullit! Ky është vendi më i bukur për ekspozita të figurave prej akullit që kam parë ndonjëherë. Por ku është peshku prej akulli? E di unë se ku është. Na e thuaj pra, Greens? Pra peshqit jetojnë në ujë, apo jo? Kështu i bëra ati një vend shumë të veçantë. Dhe të gjithë menduan të njëjtën gjë, që ishte një ditë me fat madje dhe për peshkun.